Një tekst fetar i shkruar në një libër prej lëkure i cili daton në shekullin e 5, por është shkruar vetëm 12 vjet më parë, do të shkaktoj zhdukjen e krishterimit nga faqja e planetit, pretendon Irani. Libri i gjetur në rronojat antike të Persisë në Iranin e sotëm, i shkruar mbi një lëkurë të përpunuar kafshe, tregon se Jezusi nuk u kryqëzua kurrë dhe se ai me fjalët e tij parashikoi ardhjen e profetit Muhamet në tokë. Është pikërisht e kjo pika kryesore e mospërputhjes midis islamit dhe krishtërimit. Për këta të fundit, Jezusi është biri i vetëm i Perëndis dhe i dërguari i fundit i Zotit në tokë. Për muslimanët, Krishti ose Isai është një ndër 5 profetët më të rëndësishëm dhe i fundit i dërguar ka qenë profeti Muhamet, i cili solli edhe Kuranin që mbetet i pandryshuar deri në ditët e sotme. Sipas shtypit iranian, libri hedh poshtë pretendimet e të krishterëve, që nuk e njohin Muhametin dhe tregon përfundimisht me fjalë të shenjta dhe jo argumente njerëzore se është Islami feja që të gjithë duhet ta ndjekin. I shkruar në sirianik, një dialekt i aramikes, Ungjilli i Barnabas parashikon ardhjen e profetit në tokë, ndonse diçka e tillë ndodhi rreth 150 deri 200 vjet më pas. Profeti Muhamet lindi në vitin 570 pas lindjes së Krishtit dhe ndëroi jetë në vitin 632. Aktualisht libri i çmuar është dërguar për studim në Turqi, ku është arritur në përfundim se ai mund të jetë shkruar nga dora e vet Barnabas, një pasardhës i Krishtit.